është një pyetje faktikisht që mund të ketë ardhur disa herë këto ditë dhe zakonisht sa herë që vjen puna e Fitr Bajramit apo sa herë që vjen puna e Kurban Bajramit, hasim në këtë pyetje që është autoktone, nuk besoj se mund të bëhet në ndonjë vend tjetër të botës kjo lloj pyetje, përveç se në trojet tona. Dhe pyetja konsiston në atë që, siç është shembulli i kësaj, një nën me 2 jetima dhe kemi shpreh dëshirën që të hollat e kurbaneve t'u japim atyre. A është e mundur apo jo? Sepse disa më thonë mundet dhe disa thonë nuk mundet. Një pyetje tjetër e ngjashme që i kam sill për kuriozitet, a bën parat e kurbanit me i çu në jetima, pra më u dhon jetimve. Pra vdesin soji jon që kurbanat, lekët e kurbanave të japin ose njerëzve të varfër, ose jetimve, ama jo me bo kurbana se shumë kurbana po bohen për shembull. A bën me dhon jetimve, a bën me dhon varfër, a bën me i çu që njerëzit nevojë. Pra nuk ka mbet në botë se çfarë me dhon për jetimat, as çfarë me dhon për njerëzit nevojë, as çfarë me dhon për të varfrit vetëm se lekët e kurbanit. Se gjallë në botë me 100 lekë për i xhepi për jetimat apo për të varfrit, për kështu rast tjetër s'bëhet fjalë. Ama lekët e kurbanit, siç ndodh të ke Fitr Bajrami, a bën që lekët e fitrave t'u japim njerëzve nevojë, ama mos t'i nxjerrim fitrat. Ne duhet kuptojmë se kurbani është obligim familjar, një obligim që nuk lirohet njeriu edhe sikur t'japi gjithë pasurinë e tij për të varfrit. Pra sikur njeriu t'japi gjithë pasurinë e tij për jetimat, gjithë komplet ta boshatisë arkën e shtëpisë, apo xhiro llogarinë bankare për jetimat apo për të varfrit, nuk lirohet nga kurbani. Kurbani është obligim për çdo familje. Dhe nuk ka mbet puna e jetimëve dhe të varfërve vetëm me ju dhon lek kurbani. Jetimët dhe të varfrit duhet kujtohen gjithmonë, dhe s'duhet prit puna vetëm atë japim lekët e kurbanit. Kështu që gjëja më e mirë që mund bësh ti në këtë kohë është kurbanin ta bësh, ta therrësh, edhe t'u çosh kurban jetimave. T'u çosh kurban njerëzve nevojë, t'u çosh kurban fukarejve. Jo me çu lek, me çu lek nuk e shlyn detyrimin e kurbanit. Vetëm në një rast, nëse ti i çon lek dhe i thu, me këto lek duhet bëni kurban, dhe ata pranojnë, se ndoshta ti i çu lek me bë kurban dhe ai thotë s'ka mundësi me bë kurban, po laj dritat, po laj borxhet. Ty s'quhet kurbani, nëse ai nuk thot po dakord. Po thaj, po dakord, e bëj unë kurbanin për ty, mbaroj historia. Ti këtu e ke shly detyrimin ndaj Zotit. Po nëse ai nuk bën kurban, është problemi atij pastaj. Kështu që detyrimi i kurbanit, dhe se njeriu nuk bie kurrë nga detyrimi i kurbanit, fare. Sado që t'japi nga pasuria e tij, edhe sikur t'japi gjithë pasurinë e tij. Çdo familje obligohet që të bëjë kurban, nëse i ka mundësitë ekonomike. Nëse i ka mundësitë ekonomike.